A është haram, thot, me qep fustana, dasmash në bazë të kërkesave të klientëve? Jo në bazë kërkesave të klientëve, po në bazë të standardeve të Allahut, që i ka vendosur rregullat Zoti, vetëm ata bën me qep. Prandaj nuk keni nevojë me pyet tash ky dizajn ai dizajn. Çdo sen që ka në të haram, është i ndaluar. Si ushqimet, si veshmbathja, si teshat, si pijet, si shëtitjet udhëtimet, çdo sen që në veten e vet ka haram, ti duhet mu largu. Pra me qep fustana, parimisht me qenë rroba qep se nuk është haram. Por më varet çka qep. Nëse qep diçka që është ndaluar, atëherë themi se mos e bën. Po tash ai klienti thujë jo, na kemi standarde. Kështu prit qepim, me kalimin e kohës ata mësohen edhe kur që kërkuj. Dije se një diçka që Allah ka bo haram, mas prit bereqet për aty. Sa ta mërmene që ai tjetri përfiton që ti s'po i kep ato fistana, vallai nuk ka me fitu. Ti je i bindur në këtë që po e them.